kur kam pa të veshur ushtarin e parë të UÇK-s me uniformë. Kjo ka qenë gëzimi më i madh në jetë. Edhe unë pa hamendje fare me formimin e celulave të para të UÇK-s, me plasjen e luftës në Dugagje me 24 Mars dhe me formimin e celulave të para të UÇK-s në fshatin tim Rastavic, kom qenë ndër femrat e para dhe ndër antarët e parë të UÇK-s në kuadër të fshatit. Aty jam kyç edhe si luftetare, jam kyç edhe si mjeke, thjesht kom dashur ta kryej një obligim madhor që e kemi pas ndaj atë dheut. Mendova edhe që t'ju bashkojmë kolegëve tjerë që ishin në spitalin e Njerëzniqit, edhe unë ko pas kohë të kujdestaroj aty dhe t'japi ndihmën time si mjeke. Aty u bashkova mjekëve që punonin ma përpara, siç është doktor Hilmi Shehi, Haki Shehi, doktor Selman Berisha, Adem Qeku, doktoresha Iliriana Hasaj, doktoresha Ryve Loshaj, edhe personeli tjetër në DIMS. Fillimi është pak më i vështirë. Derisa ne u mësuam atë atmosferë lufte, mirë po dal nga dal çdo gjë binte në binaret e vet, edhe nisëm të koordinohen punët, lidhem edhe me regjonet e tjera siç ishte Gjakova dhe Peja, të cilët u angazhoheshin ko pas kohe, edhe ashtu çka kërkonim, çfarë ndihme profesionale që kërkonim, ko pas kohe na i sjellnin në Njerëzniq. Këtu duhet ta falenderojmë doktor Paleken, e cili në atë kohë organizonte mjeket siç janë ortopedet doktor Borim Sahaçia, Silajdin Boshnjaku, urologu Nexhat Rexha, të cilët i sjellte ko pas kohë, të cilët kryenin intervenimet e nevojshme kirurgjike edhe ktheheshin përsëri në bazë. Po ashtu kemi pas ndihmë edhe nga qyteti i Pejës.